qëndrojnë realisht Kosova për çështjet e shkurozimin dhe këto raste të fundit? Fillimisht edhe një herë mëngjesi për ty Arda dhe për gjithë mysafirët cilët veç tashmë kemi në lidhje edhe në studio. Po e fillojmë kështu me shkurozimet ose divorcet fakt të themi, që është një prej situatave më të rënda nëse folim, edhe që në vendin tonë fakt po e flas të vitin që janë pas, ka pas një numër të rritjeve të divorceve. Kjo si shkak pasojë e situatave të cilat nuk kanë gjetë një mirë kuptim në mes çifteve të kurorzuara të cilat ka qenë në mes tyre. Gjatë vitit 2024 numri i personave të cilat janë divorcuar ka qenë 1312 edhe çifte të cilat janë të divorcuara tashmë, edhe që kjo lloj situate ka ardhur si shkak pasojë, siç e thash, e mosmarrëveshjeve të cilat kanë pas mes tyre. Në hulumtimin të cilëve që kanë bërë dhe kanë diskutuar, është se shumica e çifteve nuk janë ndarë në mënyrën e duhur, edhe nuk janë ndarë në situatat e rrethanat e duhura, pavarësisht asaj që posedojnë 2 apo 3 fëmijë, cilët veç tashmë janë pjesë e kësaj situate dhe gjenden në këtë lloj pjesë situate, edhe që si shkak pasojë e këtyre ndarjeve, një numër i madh pashtu i fëmijëve kanë dërgu, prindrit e tyre i kanë dërgu fëmijët e tyre që të marrin ndihmë nga psikologë të ndryshëm për shkak situatës e cila nuk e kanë prit mirë përjetimin e ndarjes së 2 prindërve. Kjo situatë ka ardhur e çifteve të cilët kanë pas mosmarrëveshje, edhe që ndarja e tyre ka ardhur në situatë jo shumë të mirë. Po. E përmendi pra Donjeta Petrit pak a shumë edhe